Bismillahirrahmanirrahim. Disa vëllezër të interesuar më pyetën rreth disa haditheve të cilat po qarkullojnë në rrjetet sociale, hadithe të përkthyera në gjuhën shqipe, rreth Gazës, banorëve të Gazës dhe ndodhive se çfarë po ndodh atje sot. Bëhet fjalë për disa hadithe që ata interesohen se a janë të sakta apo nuk janë të sakta nga pejgamberi alayhi salatu vesselam. Kemi hadithin e parë ku supozohet apo përcillet se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë Askalani në Klapa shënohet Gaza është njëra nga dy nuset. Nga ajo ditën e gjykimit do të ringjallen 70.000 njerëz pa llogari dhe prej saj do të ringjallen 50.000 dëshmor, si delegacione që shkojnë tek Zoti dhe ka rreshta martirësh e tjerë. Është hadithi domethënë, është pak më i gjatë. Faktikisht ka një problem. Askalani është një qytet më vete dhe pjesa e Gazës është me vete. Në hadith është përmendur vetëm Askalan dhe nuk është përmendur Gaza, por mbi të gjitha këtë hadith e përcjellin plot nga dietarët në librat e tyre, siç është Imam Ibn al-Jauzi në librin e tij Hadithet e shpikura dhe të tjerë përveç Ibn al-Jauzit, dhe shpjegojnë se në zinxhirin e këtij transmetimi ndodhet Ebu Iqal Hilal ibn Zeidi. Hilal ibn Zeidi është një nga transmetuesit, është tërësisht i braktisur. Madje Imam Ibn Hibani thot rawa an Anasin ashya'a mawdu'a ma hadatha biha Anasun qattu. Ky thot përcjell nga Enesi radiallahu anhu, nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithe krejtësisht të shpikura, hadithe krejtësisht të sajuara, pra jo vetëm që nuk janë të sakta dhe jo thjesht të dobta ashtu, por janë të sajuara dhe të shpikura. Andaj dhe këto hadithe nuk lejohen të përcillen dhe nuk lejohen të transmetohen. Hadithi tjetër bëhet fjalë përcillet nga Ibn Omeri radiallahu anhu, i cili e ka dëgjuar profetin alayhi salam tek po lutej për një masakër të madhe që do të ndodhte. Dikush e pyeti, ku do të bëhet kjo masakër? Ai tha, ajo masakër do të bëhet në tokën e armikut të quajtur Askalan. Ajo do të liroj, thotë, disa njerëz nga ummeti im. Allahu do të nxjerrë prej saj 70.000 dëshmor, secili prej tyre do të ndërmjetësoj për një numër Safi si Rabia dhe Mudar, secili ka nusen e tij. Përpara se të futem në shpjegimin se është i saktë apo jo, duket që ka dhe gabime në përkthim nga gjuha arabe, ashtu sikur kishte gabim dhe në hadithin që ne përmendëm pak më parë. Hadithin e parë domethënë Askalan ahadul arusain është përkthyer Askalani vendi i dy nuseve. Arusu në gjuhën arabe faktikisht bën fjalë edhe për dhëndrin edhe për nusen, dhe Askalani është vendi i njëri të këtyre dyve, nëse do ta përkthenim sakt. Mirë, por nuk po futem fare në aspektin e kuptimeve, është përkthyer gabim apo jo, por edhe ky hadith i dytë në senedin e tij, në zinxhirin e tij, gjendet Hamza ibn Abi Hamza, për cilin Imam Ibn Adi ka thënë ky person sjell hadithe të sajuara dhe hadithe të shpikura. Madje Imam Ibn Hibani thot ky person veçohet me disa transmetime që i sjell, thot, prej transmetuesve të sakt, thot la tahillu er-riwaya anhu, prej këtij personi nuk lejohet të përcillen hadithe. Në formë të prerë kanë ndaluar ulemat e mëdhenj të hadithit që persona të tillë të merren hadithet, të përcjellësh prej tyre haditheve. Përse? Sepse janë njerëz të cilët shpikin dhe sajojnë hadithe nga vetvete e tyre duke gënjyer në emër të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Edhe hadithi i tretë ku bëhet fjalë se dikush erdhi tek pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe i kërkoi leje që të shkojë në luftë, të shkojë pra në xhihad. Pejgamberi alayhi salatu wassalam i tha, atëherë silluni në Sham me njerëzit e tij, pra shkoni në Sham, pastaj nga Shami zgjidhni të shkoni në Askalan, në Klapa Gaza. Sepse në kohën kur do të ketë përpjekje të mëdha të ummetit tim, banorët e Askalanit, pra të Gazës, do të jenë larg këtyre përpjekjeve. Faktikisht edhe ky hadith është gjithashtu i dobët, me zinxhir transmetuesish të dobët, por ajo që është më problematike është se Askalani është quajtur Gaza. Së pari, ne po bëjmë fjalë, po sqarojmë se hadithet që kanë ardhur në këtë kontekst për Askalanin janë të dobta, nuk janë të sakta. Madje Ibn Hibani, Ibn al-Jauzi dhe të tjerë na treguan të paktën për dy hadithet e para që janë krejtësisht të sajura dhe të shpikura. Vetë Ibn Hibani thotë nuk lejohet të transmetohen këto lloj hadithesh
por përse duhet patjetër që dhe pse janë të dobta, apo janë të shpikur, apo janë të sajuara, të faktohet apo të vërtetohet ose të pretendohet sikur Askalani qenë ka Gaza. Gaza është diçka tjetër dhe Askalani është diçka tjetër. Çfarë dua të them? Së pari, nuk lejohet që ne të gënjejmë në emër të pejgamberit alayhi salatu selam qoftë pa dashje. Pejgamberi ynë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men ta'ammada alayya kadhiban falyatabawwa maq'adahu min an-nar." Kush gënjen me qëllim në emër tim, le ta përgatis vetë vendin e tij në zjarrin e xhehenemit. Por ndoshta njerëzit nuk e dinë që këto hadithe janë të pasakta, janë të dobta, janë të trilluara, janë të shpikura. Nuk e dinë, atëherë le të marrin argument një transmetim tjetër të Enesit radhiyallahu anhu, i cili thotë: "Innahu la yamna'uni an uhaddithakum hadithan kathiran anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar." Mua më pengon t'ju flas juve me hadithe të shumta, sepse profeti alayhi salatu selam thot: "Kush gënjen në emër tim me qëllim, ai ta përgatis vetë vendin e tij në zjarrin e xhehenemit." Që do të thotë, Enesi nuk gënjente, Enesi nuk mashtronte, nuk i bënte këto punë me qëllim, por ndoshta mund gabonte. Dhe si ai që ka qëllim të gënjejë në emër të profetit, se ai person i cili në përfundim është i pasakt, përfundimi është i njëjtë, po përcjellim nga profeti alayhi salam diçka që nuk është e vërtetë. Ndërsa për sa i përket Gazës, mundimeve, masakrimeve, madje gjenocidit që po bëhet atje, nuk është as pak e nevojshme që kauza palestineze, sidomos ajo që po ndodh tani në Gaza, të ndihmohet nëpërmjet haditheve të sajuara, nëpërmjet haditheve të shpikura, nëpërmjet haditheve të pasakta. Përse? Sepse shkojmë në gabimin tjetër, kur sajojmë në fenë e Zotit diçka që nuk është, ndërsa për sa i përket Gazës dhe banorëve të saj, është më se normale të kuptohet se ato janë në tokën e tyre, ato janë në të drejtat e tyre, ato po masakrohen me mizori, ato po kryhet kundër atyre një gjenocid i cili nuk është e nevojshme të ndihmohen ato banorë atje nëpërmjet haditheve, domethënë, të shpikura. Andaj duhet kemi parasysh se kur të flasim për diçka, të flasim me saktësi, të flasim në rregull, të flasim duke qenë të informuar mirë, përndryshe mund ta ndihmosh Gazën në plot forma të tjera, por jo me hadithe të shpikura dhe të sajuara në emër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu i ndihmoft të gjithë muslimanët kudo qofshin ata, Allahu i ndihmoft dhe banorët e Gazës, të cilët vërtet po përjetojnë një gjenocid të papar.